Të nderuar bashkëvendas, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Duhet ta ndëgjoni një rrëfim i cili vjen nga njeri i sinqert. Sa po mora një gjub 300 euro nga gjykatësi Besart mashtruesi kriminali, i cili kriminal ka ndrru emnin, ka dalë në Besart Prishtina. Besart Prishtina është djali i motrës grus Samil Ushtakut, të cilin e ka prunë në Skënderaj, por në Skënderaj, as sërbt, as ta kriminal nuk kanë mujt me nëzoven, as nuk kanë me mujt me nëzoven. Besart Prishtina, djali i motrës grus Samil Ushtakut, nga Stanovë si vushtris, nuk mund e zbudhë Sokol Halilin kriminalve. Do të dalë fitimtar kunde bonda terroriste dhe gjykatësve kriminal e terrorist, si që është Besart Prishtina, djali i motrës grus Samil Ushtakut, i cili ka ndru emnin për t'i trilluar Drenicaket. Prandaj ju garantoj se as Qazim Miftari, shpiuni, tradhtori, milici, i cili ka bashkëpunu me milicin serbe në Skënderaj gjatë luftës, e as e Biatina, Shkina, e cila më ka orë me shtikla dhe më ka pengu në venin e punës, nuk do të amposhtin Sokol Halilin. Dhe ju baj apel autoritetet publikisht, se në rast se familjet e odbashve rasën në teritorin motrës grus Samil Ushtakut, une i baj apel t'i gjykatësi kriminal, terrorist, që t'largohet nga Skënderaj, se nuk do t'ja qetë në Skënderaj, të vjen e të manipulon qytetarët e Skënderajit. Jo një gjub 300 euro, apo një gjub 17.000 euro, po nuk ka furt që e them Sokol Halilin. Kini më mfut shumë shpejt në veprim. Shumë shpejt kini më mfut nga fjalimi dhe mposhtja juve politike në veprime fizike. Sepse Besart Prishtina, kriminali, terroristi, gjykatësi, i cili vjen i dërguar nga Samil Ushtaku në Skënderaj në gjykatën themelore, nuk mund e denon Sokol Halilin 300 euro, sepse javë kam përzon dashnoret e Samil Ushtakit dhe i kam qu fjallë Samil Ushtakit nonën kështu e kështu ta bonfsha. Nga këtu përsëriti Samil Ushtakit, se nuk do të delsh fitimtar, edhe ku t'jam ledhi rrethin, krejt kime i pagu ti. Nuk mund e posh popullin e Drenicës, terroristi, kriminali, shoku Milana Dajqiqit, Samil Ushtakut. Andaj, qytetarët e Drenicës, kujdes se kur ma kesh nuk u ku Drenica se qëtash. Në dorën e kriminalve, në dorën e terroristve, i ka kop me gjykat, me prokurori, me ka krejt. Imaginane, e bia shpionit, e bia Miftar, Qazim Miftarit, një far lavirje, ka ardhëm ka pengu në venin e punës, duke kërku haraq, duke kërku të mdenan mu, edhe kum përzon. I kum tho, hop, edhe banit fola Samil Ushtakit kështu. Gjykatësi, vllavi, djali i motrës, grus Samil Ushtakit, Besart mashtruesi, Besart Prishtina, kanë rumbi emnin. Qyre që kanë bon? E kanë rumbi emnin, e ka qitë Besart Prishtina, me na trillu neve në Skënderaj. Prandaj nuk ka birë none që e ka bon nona, për ati haletin, falni shprehe që e thënë Sokol Halilin. 300 euro kanë me ku 300 milion. Nuk ja foli kitë pa drejtësi qetnikve dhe të bive qetnikve që të vinë e ta një losin vlerën e Drenicakve në Skënderaj. Kë i biri Shkinës do të me shku në vushtretje, ku janë rancat, ku janë mashtrus, ku janë dalavergjit, po jo në Skënderaj. Nuk mund e them as Besart mashtruesi, po as Sami terroristi, Sokol Halilin. Qytetarë do të vëdësohen se jena në dorën e terroristëve. Prandaj, unë jam i gatshëm, në çdo sekond, tjetës unë jam i gatshëm. Del Sami terroristin të ma udhën mu. Rehe me honën se ardush, rehe rukalt, rehe ran që shike re. Po del Sami shkov, Sami qetniki, Sami Serbia, del mund të ma udhën. E tim ke denu 17.000 euro njëherë, së 300 euro, po kime i pagu, kur ti paguish, kime hi ka hedon. Nuk ta qetë shkoj shkinës ty me Sokol Halilin.
Nuk ta qetë. Edhe ka arë koha mu motën e ti. Ka arë koha se shkohet manevën e ti. Populli i Drenicës ku mu shiru nga terrorist si kur ti, nga kriminal, që e ke shkjel edhe gjykatën, edhe prokurorin, edhe qeverin, edhe krejt. Por, 300 euro kanë me të kushtu sa 300 milion. Se nuk mund e dënon ti me terrorist, me kriminal, me gjykat, spedera, pedofila. Nuk mund e dënon se kërë halilin. Por, shmim ka me të kushtu, 300 euro kanë me të kushtu 300 milion. Ta shohëm se kush për del fitimton në fund krejt. E nga fjalimi do të fut në veprim për vetë mbrojtje. Do të vetë mbrojëm. Se nuk shkon mo, Sërbin e këna hjek piktuit, edhe nuk mujnë të bite Sërbis. Sa mi terroristi, me u këshin terroristin, me haqit terroristin, nuk mujnë në poshtë Drenicën. Pra ndaj, rini shlijit Drenica, këtemi zonë jam i gatshëm. Ma i gatshëm se kur, që vepra ime ndëgjohet gjithë Kosovën. Vepra ime tjetë në lirit popullit tim, që popullim tjeton i lirë, mos kem gjykas terrorist, mos kem politikan terrorist, e dikush dohet mi pagu çmimin. E aj do t'jam unë.